Se do të ketë konstituim të kuvendit shpejti, presim që ta kemi qeverinë, sepse për këtë dim që partia fituese i ka votat. Çfarë prisni zonja Luzha në kabinet qeveritar? A do të jetë një kabinet me një përbërje shumë politike apo edhe shumë teknike? A prisni ma shumë profesionist apo? Na kemi bisedu shpesh që në fillimisht njëherë ka pas dilemë a duhet me pas një koalicion për me qeverisë. Unë besoj që A prisni që mund të ketë ndonjë koalicion? Unë besoj që me shumicën e siguruar, lëvizja vetëvendosje ishte dashur me qeverisë vetë, me pas përgjegjësinë e plot, edhe në bazë të suksesit zgjedhor, por edhe është më mirë për ta, domethënë edhe një mandat me pas si lëvizje vetëvendosje për me e dëshmu një farë mënyre krejt zbatimin e atyne planeve çfarë i kanë propozu gjatë fushatës, pa pas nevojë domethënë me bo kompromise me programin, me masat, me premtimet që i kanë dhënë, sepse në rastet kur do duhet me bo koalicion, disa prej tyne duhet me u ndase, me thonë ose edhe me u ndërru, me u kombinu me programin e dikuj tjetër. Për këtë arsye, kisha preferu që lëvizja vetëvendosje, do më thonë, do duhet me qeverisë vetëm, numrat i ka për qeveri, ka pas kritika të mjaftueshme për resort të ndryshëm që nuk janë dëshmu, do më thonë, qoftë ministrat, qoftë pjesa tjetër, për një qeverisje ndoshta efektive, edhe në përputhje me masat dhe premtimet e dhëna gjatë fushatave të më përpashme, kështu që pres që të ketë një lloj jo freskimi kozmetik, të themi, por me të vërtet një përcaktim të njerëzve profesionist. Kemi pa që edhe në listën zgjedhore ka pas edhe emra 3, kuadro profesionale nga fushat të ndryshme dhe pse jo të jipit. Ajo çfarë është shumë interesant që të gjithë ministrat pothuajse kanë fitu pozitat e deputetëve në lëvizjen vetëvendosje, edhe tash pak është një farë lloj zhgënjimi nëse tash të gjithë ata i lënë vendet e fituara si deputet, sepse kanë fitu votat nga qytetarët për atë pozit, dhe shkojnë në pozita ministrore. Do të ishte mirë ndoshta që ata që kanë fituar pozitat deputetëve të mbajnë pozitën e deputetëve dhe emra profesionistësh të resortëve të ndryshëm të caktohen si ministra të resortëve. Unë bile kam dhënë edhe një propozim kështu në publik që kemi nevojë ndoshta edhe pak me i nda disa prej ministrive. E di që është bisedu që numri shumë të ministrive mund të jetë problem, por kur është nevoja e madhe për t'i adresu shumë problematika dhe nevoja të qytetarëve, nuk është shumë ndoshta çështje e madhe për me i nda disa ministri, jo për me ju dhënë mundësi ma shumë njerëzve për me qenë ministra, por pikrisht sepse është tregu që bashkimi disa prej tyre ka kriju shumë probleme në praktike, se me thonë, të zbatueshmërisë. Kështu që besoj nëse krenohemi që kemi njerëz ekspert, qoftë edhe nga diaspora, qoftë edhe nga këtu, atëherë do të ishte shumë e mundshme të kemi një listë të njerëzve profesionist për shumë resor të cilët një farë mënyre po na e determinojnë jetën, sidomos energjia, ekonomia, drejtësia dhe shumë fusha të tjera, për shembull puna ka qenë pothuajse ose çështjet sociale krejtësisht të paprekura, sepse kanë qenë të bashkuara me Ministrinë e Financave dhe janë trajtuar vetëm si çështje transferi, edhe kjo ka rezultuar pa suksesshme, kështu që pres një ndryshim substancial, jo veç kozmetik. Sot i gashi, kemi pas 2 kabinetet propozuara nga kjo legislatur e cila është ende. Ka pas një kabinet Zoti Kurti, ka pas një kabinet Zotëri Konjufsa. Parafërsisht kanë qenë emrat e njëjtë. Çka prisni që mund të ketë në këtë kabinetin që pritet propozohet? A do të jenë parafërsisht emrat e njëjtë apo prisni që do të ketë ndryshime? Do të jetë interesant është të shihet nëse do të jenë shumica për atyre që propozuan qoftë nga Kurti, qoftë nga Konjufsa, për faktin se janë propozuar, do të thotë ministra për një qeveri që e kanë ditur se nuk do të kenë vota dhe s'do të kalonte. Pra, ditë që nuk do të kenë as Kurti, as Zotëri Konjufsa dhe tash mbetet të shihet nëse do të jenë të njëjtën nga ajo që kemi parë që vetë kanë parameruar zyrtarët e vetëvendosjes, pra
do të ketë ndoshta ndonjë ndryshim aty këto, por po besoj që këto marrëveshjet të themi që i kanë me partnerët e koalicionit, ata të opozita që veç se janë ndarë gjatë propozimit të qeverisë së Kurti 3 dhe Konjusa 1, po besoj se do të jenë të njëjtit dhe shumica ndoshta do të kemi sërish të propozuarit e njëjtë nga ana e lëvizjeve të vendosjes dhe nga ana e Kurtit, siç tha vetë Kurti, ata që janë propozuar nga ai dhe nga Konjusa, kështu që unë nuk pres se do të ketë siç tha zonja Luzha, do të jepet hapësirë më shumë ekspertëve të jashtëm për shkak që e kaluara ka dëshmuar pra që sigurisht përpjekja parë ose synimi primar është që të raton anëtarë të subjekteve politike për vetë vendosjen që tashmë të krijojnë hapësirë kandidatëve tjerë që kanë qenë për deputet të bëhen deputet dhe disa prej tyre të kalojnë në qeveri dhe nga ajo që kemi parë, por nuk është se ndoshta ka ndodhur shumë në shprehje edhe puna e ministrave ose le të themi ata ministra që ndoshta janë cilësuar të suksesshëm edhe për shkak të veprimeve ose politikave që i ka kërkuar të zbatohen vetë kryeministri Kurti, po jo për shkak se ndonjë ministër ka qenë të themi kështu i suksesshëm dhe ajo po ashtu që ka munguar është se nuk ka pasur le të themi riformatim më shpesh të ministrave pavarësisht pakënaqësive me mospunën e tyre ose pavarësisht edhe dyshime më vonë që ka pasur për korrupsion në disa prej ministrive dhe akuza që rëndojnë në disa prej ministrave të ish qeverisë Kurti, pra ka qenë le të themi kështu të ngurtë sa i përket ndryshimeve në kabinetin qeverisës, sa i përket cilësisë mbetet të shihet se sa do të mund të shtyjnë le të themi këto politika zhvillimore që janë le të themi brenga kryesore, por në bazë të zhvillimeve ose në bazë të atyre proceseve që pritet të ketë Kosova në tamë, nuk besoj se do të vinë në shprehje çështja e këtyre le të themi aspektet kryesore të cilat e brengosin qytetarin, qoftë edhe sa i përket ndryshimeve këto ndërmjet ministrive për shkak se është dëshmuar që ka qenë gabim le të themi fuzionimi disa ministrive, ta zëm infrastruktura me mjedisin, asfalti kundër mjedisit, kështu që ka pasur le të themi kësi aspekti që ndoshta do duhej rishqyrtuar, por edhe nëse ndodh kjo, nuk mendoj se mund të përkthehet në efikasitet në qeverisje, pikërisht për shkak të këtyre prioriteteve që i ka Kosova e që do t'i ketë edhe në fazën e ardhshme pra pas formimit të qeverisë së re. Kështu e deshit do të erdhi puna që lëvizja e vendosjes ta krijojë vetëm me qeverinë pas asaj bllokade, do ta ketë sërish edhe një mandat tjetër, sigurisht se përgjegjësia është shumë e madhe, nuk do të kenë ndarje të nuk besoj se do të kenë ndarje të pushtetit me partitë e tjera, ndoshta një fazë të mëvonshme tek çështja e presidentit, por aty nuk besoj se mund të lëshoj pa lëvizja e vendosjes, por nëse referohemi para emrimeve që kanë dhënë të gjitha subjektet opozitare, këtë rast LDK-ja dhe PDK-ja që mund ta votojnë në emër të presidentit me kurse të ketë një marrëveshje politike. Tash nuk e dim se çfarë ne kuptojnë me atë marrëveshje politike, nuk është se kanë sqaruar edhe vetë përfaqësues të këtyre partive politike, por nuk mendoj se mund të ketë një përfshirje të ndonjë prej subjekteve opozitare në qeveri, ndoshta mund të ketë marrëveshje vetëm për një emër konsensual sa i përket presidentit, por sa i përket qeverisë, po besoj se do të jetë e përbërë vetëm për lëvizje të vendosjes, nëse do të ketë gjatësi për shkak të çështjes së presidentit, edhe siç e thamë që nuk e dihet, mund të ketë ndoshta të gjenden le të themi ksivërima të tilla kushtetuese të shfrytëzohet situata e presidentit për të shkuar sërish në zgjedhje të tjera, e që të ne kjo shpesh ndodh edhe për t'ju shmangur obligime, për t'ju shmangur punëve që janë të shumta të cilat e presin Kosovën, qoftë në raport brenda, qoftë obligime ndërkombëtare që mund të jenë edhe le të themi stresuese për qeverinë ardhshme. Zoti Bugaçku, në këtë fazë, nëse do të ketë kalim të shpejt edhe të qeverisë në kuvend, një çështje madhore që e përmendi zoti Gashi është çështja e zgjedhjes së presidentit që mund ta futë Kosovën prapë në një ngërç ose në zgjedhje. Ciltin skenar që i parashikoni, duke ditur që zoti Kurti deri tash nuk ka preferuar fare që të flasë për këtë pjesë, duke i përmendur pikën 1, 2, 3, ndërka që kemi pa dhe zonjën presidente që ka shprehur thjesht interesin e saj që të ketë edhe një mandat të dytë, por ndërkohë për këtë i duhen votat. Absolutisht. E vullës do të ishte që mos shkojmë zgjedhje për shkak të zgjedhjes presidentit, ose për shkak të mos zgjedhjes së presidentit. Mirë po, zhvillimet politike tek ne janë nga njëherë shumë dinamike, sa që janë të paparashikueshme.